Zoti na kishte premtuar, mua dhe gruas time, pasardhës. Pasardhës që do të vinin shpejt. Dhe më pas, Zoti na dha mundësinë që gruaja ime të mbetej shtatzanë dhe çdo gjë shkoi shumë mirë në 9 muajt e shtatzanisë. Një shtatzani normale, një shtatzani e zakonshme. Dhe kur erdhi dita e lindjes së fëmijës, Zoti na kishte thënë që të mos bëheshim merak, se çdo gjë do të ishte në rregull dhe do të na mbështeste. Do të na mbështeste duke u kujdesur mirë për gruan time. Dhe në mes të atyre, nga lindja, nga pritja, gjithçka shkoi mirë. Por për 2 ditë, praktikisht, kur unë hyra në dhomë, pash që fëmia ishte filluar komplikimet. Filluan komplikimet në një mënyrë shumë komplekse. Dhe gjithçka u ndërlikua. Gjithçka filloi të ishte shumë e vështirë për të njën. Dhe fëmia filloi praktikisht të na linte. Atëherë gruan time e nxorën jashtë nga dhoma edhe pash se po kalon njerëz të sëmurë dhe më thanë se duhet të largohesha. Dhe më thanë që nuk duhet të isha këtu, por gruaja ime ndjente vetëm dhimbje. Dhe në mes të gjithë këtyre, ju luta Zotit dhe i thash Zot, më mund premtimet që na ka bërë për fëmijës dhe gjithçka që ti na premtove. Dhe kështu ndodhi. Fëmia filloi të bëhej vjollë dhe pa jetë, por doktori tha që të qetësoheshim, sepse do t'i vendosnin një depozit oksigjeni dhe kështu përveç mjekësisë që ishte vendosja e oksigjenit, Zoti i dha jetë, u kthye. Dhe sepse gjithashtu dhe gruaja ime, unë i lutej dhe qante deri në një moment kur fëmijës ju kthye jeta. Dhe kështu u reagua. Se pas atij momenti kompleks, Zoti në një profeci më konfirmoi dhe më tha: kujtohu kur ta shikosh atë që ishte. Dhe Zoti që e ktheu, që Zoti i dha jetë, që i dha jetë dhe e lejoi të jetojë. Dhe këtë e dëshmoj për nderin dhe lavdinë e Zotit. Dua të dëshmoj se Zoti në profecinë e Tij të Shenjtë më ka thënë në shumë raste se ai do të bëjë mrekulli dhe shërime në jetën e atij personi të dashur për mua. Ndodhi që të dielën e kaluar, gjatë mësimit në kish, vajza ime vogël, që ka lindur me shumë aftësi të kufizuara dhe me hipoakuzi në veshin e djathtë, që do të thotë humbje e plot e dëgjimit në këtë vesh, në atë moment, në momentin e mësimit të motrës Maria Luisa, ajo filloi të ndjente sikur po binte shi në veshin e saj të djathtë. Këtë po na thoshte. Dhe kur motra Maria Luisa filloi të fliste, jepte mësimin, ajo ndjente sikur dëgjimi i saj po rritej pak e nga pak. Dhe në përfundim të mësimit, Zoti bëri atë shërim për të cilin kaq shumë na kishte folur në profeci, madje edhe vetë asaj, edhe njerëzve të mi të dashur. Prandaj, dua të lartësoj faktin që Zoti tani më ka filluar të bëj ato mrekulli dhe ato shërime, dhe ajo qau edhe nëse të afërmit e saj po ashtu, por nga gëzimi dhe nga lumturia. Dua të lartësoj emrin e Zotit dhe madhështitë që ai do të vazhdojë të bëjë në jetën e saj.